Ç'mendoni se u bën gjithata ai plani për njeriun e ri? Ku kujtuat se vajtën? Çfarë u bën? Dolën rrugëve të Evropës dhe vazhduan logjikën e Margo Boçarit, të Kolokotronit, po deshe dhe të Leshit të Zi. Çfarë u bën? Mercenar në tregje ndërkombëtare, derisa kuptuan kush është tregu dhe kush është problemi që e morën shqiptarët tregun, bravo i qoftë, janë të zotët. Pse? S'kan frikë. Dhe për elementin shqiptar në botë, me që më the vepra artistike dhe vepra penale, 24 dhjetor të 1871-shit, u vendosën skena Aida e Verdit. Shumë pak e din që një shqiptar, Ismail Kemal Pasha i Egjiptit, nipi i Mohamed Ali, themeluesit shqiptar të Egjiptit, lindur në Kavalli shkreti, tani janë në territor të shtetit fqinj, sepse askush nuk e di, Ismaili dha 80.000 franga ari në atë kohë, për të shkruar Verdi Aidën. Elementi shqiptar në botë, dhe u bë premier 24 dhjetor 1871. Elementi shqiptar në botë, qoftë çunat, që me rrezik jetë, se kur një reper i famshëm në botë, mos përmendim emrin, ngre flamurin shqiptar, ne na pëlqen. Na pëlqen që Dua Lipa është bërë star botror. Po mos harroni kontributin e çunave për këtë. Dakord? Se janë me rrezik koke. Si pëlqen çfarë quhet kjo Direcione Investigativa Antimafia. Po. Kush e krijoi Hollywoodin? Hollywoodin kush e krijoi? Kush? Faleminderit.